për Gordon Brown, por ka bërë një diçka për cilën Britania ka vlerësuar shumë për tragjedinë ku vdiqën mbi 90 tifoz anglez, e cila nga qeveria dhe nga policia britanike u mbulua deri diku sa t'ishte mundësia për ta minimizuar si ndodhi. Kur Andy Burnham u fishkëllye në momentin që ishte në një nga ndeshjet në Hillsborough, 5 vite më vonë ai punoi si sekretar i kulturës dhe mori vendime që qeveria në atë kohë Gordon Brown ta investigonte si çështje më shumë dhe familjet e tyre që vazhdojnë të kenë një fushatë ditët e sotme të merrin atë drejtsinë e merituar. Pra është dikush që shpesh herë ka qenë në krahun e sakt, edhe në momentet kur ka humbur 2 zgjedhjet për kryetar partie, dhe i ka qëndruar shumë pranë partisë. Për ta mbyllur, ai ka thënë edhe së fundmi që 3 janë gjërat kryesore për të cilat ai qëndron. Një është klubi i futbollit i Evertonit, 2 është Partia Laboriste dhe 3 është Kisha Katolike. Pra është sërish një ndryshim, është një kryeminist katolik, i cili Partinë Laboriste për shkak të zonës se nga vjen nga veri perëndimi i Britanisë e ka parë siç është parë në ato vite kur Andy Burnham është rritur si një mundësi e re për çdo kënd nga klasa punëtore e veriut britanis. Tani, që kryeministrat britanik ka pak gjas të marrin atë post pa kaluar nga Oxford dhe Cambridge, kjo duket po t'i shikosh të gjithë ku kanë studiuar. Por duket se tashmë Keir Starmer dhe Andy Burnham i bashkon edhe dashuria e madhe për futbollin. Edhe Starmer dje që është një tifoz, por kam përshtypjen edhe kjo është një gjë që nuk është se është çudi në Britani të Madhe, duke parë dashurinë që kanë për futbollin. Politika e jashtme, pra ose më saktë Bashkimi Evropian. Ku bashkohen e ku ndahen Keir Starmer me Andy Burnham, pasi duket se Keir Starmer kishte një dëshirë të madhe për t'u afruar edhe më shumë me Bashkimin Evropian pas atij divorcit të vështirë. Po, patjetër. Të paktën nga qëndrimet e tij të para apo nga pyetjet e ndryshme apo përgjigjet që janë dhënë mediave në Britani, ai ka shprehur që do vazhdojë të mbajë një lidhje dhe të ngushtë me Bashkimin Evropian dhe sigurisht do tentojnë apo janë thënë mendime ndryshme që deri diku të bëjnë mendosh që do tentojë që Britania ndoshta të bëhet sërish pjesë e tregut përbashkët evropian, por sigurisht jo pjesë e Bashkimit Evropian. Megjithëse sigurisht këto gjëra janë gjëra që do vazhdojnë dhe do shihen, por mendoj që që thash në fillim, Andy Burnham nuk mendoj që do jetë ai kryeministri i cili do përplasë shpatullat me Macron apo me lider tjerë europian çdo muaj apo një periudhë aq shpesh sa që bënte Keir Starmer, pra mendoj që do jetë më i fokusuar në Britani, por duke qenë se është një person edhe në mimikë edhe në qëndrim trupi po ta shohësh, duke qenë se është një person goxha më pozitiv, gjithnjë i vendosur krah asaj që është pak më popullore, pak më e arritshme, është më shumë pragmatist mendoj se Keir Starmer, kështu që mendoj që do vazhdoj të mbajë lidhjet e ngushta, mendoj që do ketë një lidhje shumë herë më të afërt me Amerikën, edhe besoj që deri diku ndoshta do ta çojë Britaninë e Madhe një hap më pranë atij shkëlqimi apo atij vendi që Britania ka pasur ndoshta përpara Brexitit. Sa e ndihmon, sepse u vuren që në fillim që Andy Burnham nuk pati podium, ka një sjellje më ndryshe me atë bluzën e pahekurosur, apo me një veshje shumë casual në daljet e tij, është çështje PR-i që vjen nga bashkëshortja e vet? Për të dukur më afër njerëzve, qytetarëve, se tani tek politikanët pak e vështirë të kuptosh ku qëndron e vërteta dhe ku janë në rol, në PR. Andy Burnham është një politikan prej më shumë se 2 dekadash, kështu që ndoshta 3 dekadash tashmë, kështu që besoj që PR-in edhe çdo gjë tjetër i ka të perfeksionuara. Kështu që gjykoj që edhe veshjet e tij fillestare, të cilat shumë njerëzve i bën përshtypje edhe në rrjetin X me komente të shumta,
mendoj që mund të jenë pjesë e saj, por ky është edhe tipi i tij. Pra ai besoj ka dashur që të jetë sa më natyral dhe sa më i vërtet pranë asaj që pranë komunitetit nga ai vjen, nga ato njerëz që sfundmi e zgjodhen që të jetë deputet i zonës e Makerfield. Pra ai vjen nga zona rurale, nga zona të vogla, nga zona qyteza, pa çka se mund të jenë pjesë sigurisht e bashkisë Manchesterit, që është ndoshta e dyta apo e treta nga për nga rëndësia në Britani të Madhe. Por në vazhdim gjykoj që do shohim një Andy Burnham më të rafinuar, sepse pjesë e summiteve, eventeve, takimeve të ndryshme, qofshin këto edhe në Shtëpinë e Bardhë, të cilët kanë qenë edhe më parë kundërshtues ndaj veshjeve jo aq konformiste. Besoj që do jetë një Andy Burnham më ndryshe. Dhe këtë nuk do e bëj sepse i duhet ta bëj, por mendoj që si pjesë është çështja e protokollit, natyrisht, disa gjëra